Fermerët e midhjeve të Butrintit janë futur ditën e sotme në grevurinë te Ministria e Bujqësisë. Kanë 4 orë pothuajse aty dhe janë për kontratat e implanteve të liçenit të Butrintit, për të cilat ata janë sorollatur. Unë jam në një lidhje të drejtë për drejtë me ta. Ju përshëndes. Përshëndetje. Atëherë na thoni se çfarë kërkoni aty dhe pse jeni futur në grevuri sot? Ne është hera e dytë që vim në ministri për kontratat e fermerëve të liçenit të Butrintit dhe nuk na japin asnjë zgjidhje. Na lanë sot takim në orën 12. Erdhëm këtu, të njëjtat gjë që na thanë para 10 ditësh, të njëjtat gjëra edhe sot. Si e sit na përcjellin, jo i kemi ngatëruar, i kemi bërë një lloj si ujëra, jo implante me numra, edhe me atë rast na përcjellin, jo e ka Ministria e Ekonomisë, jo do shkoni andej, po do shkoni këtej. Okej, si do vazhdoni? Si do vazhdojmë do rrim këtu derisa ata të japin një zgjidhje, se na përcjellin me lezet dhe ikim ne. Hajde prap, ik prap, ece jake. Prej sa kohësh juve merreni me kultivimin e midhjeve? Me kultivimin e midhjeve ne kemi rreth 30 vite. I kemi lidhur kontratat e para që ku ka qenë ministër i bujqësisë Lefter Xhuveli. Na i kanë përsëritur mbaronte kontrata, herë 10 vjeçare, herë 5 vjeçare, herë 1 vjeçare. Tani këto 3 vitet e fundit na kanë mbaruar e as s'është kujtuar njeri për të na i lidhur. Kur ka qenë kontrata e fundit që keni lidhur? Kontrata e fundit ishte 10 vjeçare në 2012. Dhe që prej atij momenti juve nuk ju rinovojnë më kontratat? Jo. Jo, e kemi patur një gabim, i kemi bërë si ujëra, jo si struktura. Edhe keni nga ekonomia nga Ministria e Ekonomisë të veni që të bëni kërkesa e letra na përcjellin. Tani ne s'lëvizim këtu, ne këtu i kemi lidhur gjithmonë. Derisa të vinë na japin një zgjidhje, dalim nga zyra. E kuptoj. Rreth sa persona jeni aty? Ne këtu erdhëm rreth 7 veta sepse tham do mjaftonte, ne ashtu jemi shumë. Subjektet. Gjendja e midhjes rrezikon të zhduket. Pra ka mbetur vetëm jo rrezikon, po është zhdukur. Uji i liçenit të Butrintit nuk është në parametrat e duhur për kultivimin e midhjes. Sa e vërtetë është kjo? E vërtet është se në liçenin e Butrintit nuk vihet dorë, ka shumë vite. Po ne të paktën ne kemi ardhur për kontratat sot. Të na lidhin një herë këto, pastaj janë kërkesa të tjera ato në vazhdim. Okej, ju do vazhdoni të qëndroni aty derisa të merrni një përgjigje. 4 orë askush nuk është kujtuar t'ju thot diçka apo t'ju jap një shpresë që okay, do ta rregullojmë nesër për shembull. Na lezetuan pak edhe na bën edhe një cop letër e t'iknim, pa në një afat se kur do gjeni zgjidhje, se kur do vinim, sa t'na përcjellnin. Ne i kërkuam disa kërkesa të tjera, edhe bërën si kur lëvizën e tani, a ka frikë të vija i përgjegjësi këtu të na sqaroj. Se si e ka punës, po vjet. Kush është personi që prisi? Gjithë kishim një... Atëre ka qenë në takim që na pritën sekretari i përgjithshëm, drejtori i peshkimit dhe drejtori i politikave. Kërkesa e fundit, kërkesa më nevojshme për momentin është që jemi dakord shumë mirë, ka kaluar përgjegjësia Ministrisë së Ekonomisë, por nuk mund të vazhdojmë procesin e kultivimit aktualisht pa u ligjëruar, kështu që të na zgjasin afatin aktual të kontratave
që mos marrim kusure përsipër, mos marrim përgjegjësi përsipër, që ne t'i shkojmë konsumatorit me një produkt të pa certifikuar, të pa licencuar, dhe këtë kusur nuk mund ta marrim ne përsipër, kështu që këtë po i kërkojmë ministrisë tani, nuk do të lëvizim që këtej, nuk duam të bëhemi shembull siç u bën sektor të tjerë të bujqësisë si lule shtrydhja apo produkte të tjera që ne i konsumojmë për ditë. Prandaj duam që të jemi të lishëm, që të çojmë atë produktin që prodhojmë aktualisht, ta çojmë dhe të na certifikohet dhe licencohet. Kjo është kërkesa. Prandaj dhe jemi futur edhe kemi ngul këmbë që të na realizohet kjo gjë. Është problemi i hershëm ky, sepse mbaj mend para disa kohësh fermerët protestues në Butrind kanë hedhur kovat e midjeve në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Keni një koment? Ajo ka qenë, po patjetër, ajo ka qenë një situatë e provokuar, një situatë dëshpërimi, për arsye se ne i vajtëm Këshillit Bashkiak që të na bëj palë në këtë problematikë, duke qenë se Bashkia e Sarandës ka drejtorinë e bujqësisë që ka nën menaxhim fushat palë, kanalet e fushave palë, po këto kanalet derdhin ujërat në liçenin e Butrindit, gjë që i kërkuam Këshillit Bashkiak që t'i kërkojë më shumë përgjegjësi bashkisë, që në momentet kritike kur këta fermerë bëjmë në spërkatjen me pesticide, të mos si depozitojnë këto mbetje në kanalet që të pasaj të vinë liçendat të ndikojnë cilësinë e ujit. Ata nuk e kuptojnë drejt, na provokuan atë ditë aty dhe doli ai reagimi i natyrshëm me kovën e midjes, kështu që patjetër që ka nisur diçka i simbolik, ajo ishte simbolik për të ngritur shtetësinë. U duk qartë që ishte një simbolik në fakt për sa kohë nuk po gjeni ato të drejtat që ju takojnë. Dhe një pyetje të fundit, mendoni se diçka fshihet pas kësaj vonese? Po përpiqemi të kuptojmë dhe atë i thamë edhe përfaqësuesve të ministrisë që po u shohim sy më sy, pra na flisni hap, na flisni drejt se si qëndron situata, hamendësime. Ajo që po kuptojmë është strategjike, duke qenë se demoralizo fermerët, degrado liçenin e Butrindit që më pas të vinë shpëtimtarët e tjerë dhe ta blejnë për pak para atë pasuri kombëtare që është pasuri për ne, që ne punojmë aty për ditë, po për gjithë Shqipërinë. Pasi midja është produkti vetëm që ne kemi në gastronomi, që turisti që na viziton Sarandën në Ksamil, po edhe gjithë Shqipërinë, është i bindur që është produkt vendi. Ndryshe nga produktet e tjera që ne nuk e bindim dot sepse ai është shef që kultivohet aty, dhe kjo është një vlerë e shtuar në turizëm. Dhe këta miliona turistë që po vinë aty tek ne po shërbejmë me përkushtim. Kështu që prandaj duhet të marr fund kjo lloj gjë. Përgjegjësia duhet të vjetë në vend, por këtë po e kërkojmë ne dhe po i themi institucionit që eja na ligjëro, eja na lidh kontratat të punojmë me dinjtet, dhe për pyetjen konkrete që më the, a ka diçka që fshihet, kjo që po kuptojmë tash është strategjike, që ne të heqim dorë nga ajo punë aty, nga ai ushqim, dhe kjo strategjia që po përpiqet qeveria jonë, dhe ne po e mbështesim shumë se të rinj janë i rikthyer janë në shtëpinë time, që të investoj në shtëpinë, por shohim një situatë pareatije. Patjetër kam jetuar jashtë vendit. Dhe jeni rikthyer për të marrë me kultivimin e midjeve? Konkretisht në turin e midjes, lidhjen e kësaj industrie me turizmin, ku turistët vinë enkas, shohin kultivimin e midjes në mënyrë tradicionale në liçenin e Butrindit, shijojnë mbretëreshën aty në liçen dhe njohin zonën, njeriun e punës aty dhe marrin shijen e vendit. Mirë, edhe sa kohë do qëndroni në grevë dhe pas kësaj interviste bëni një thirrje, pavarësisht se juve e thatë pak a shumë, po një thirrje për institucionet ndoshta edhe më lartë. Duhet të bashkëpunojnë deri pasaj edhe te kryeministria, jashtë tavoline, të gjithë flasin që nëse duan e zgjidhin brenda ditës, brenda orës, gjën, kështu që ne do të qëndrojmë derisa të marrim kontratën, dhe nuk do të lëvizim që derisa të bëhemi të lishëm, që atë produkt që kemi hedhur për kultivim si vjet, të kemi mundësi ta certifikojmë dhe ta hedhim në treg, t'ia çojmë konsumatorit të sigurt dhe në rregull. E qartë. Në rregull, unë ju falenderoj dhe sigurisht do mbetemi në kontakt për të rejat që do kemi në vazhdim. Shpresojmë shumë që mos qëndroni edhe gjatë aty, por të merrni një zgjidhje sa më parë nga Ministria e Bujqësisë. Ju falenderoj.
Faleminderit.